duke nisur këtu, nga kjo sallë, ku nuk mund vazhdoj dhe as do të vazhdoj më për as një sekond ky parlament pa nxjerr nga salla njeriu që përdori fjalorin më të ndyrë kundër popullit të tij. Ndale seancën menjëherë, përjashtoj zyrtarisht që të vazhdoj seanca normalisht. Ai do të largohet, ai do të mbaj përgjegjësi para ligjit për këtë fyrje, për krimet dhe gabitit që i ka bërë vendit. Shërbimet e kuvendit largohen na podit, largohen. Largoni dhe ju dy. Largoni gjithë. Zoti Basha nuk mund të ndërmirë një veprime për të pezulluar seancën e kuvendit, është në kundërshtim me rregulloren, prandaj do t'ju kërkoja të uli në vend me qëllim që t'u krijoni mundësinë kolegëve të tjerë deputet, të cilët ka regjistruar emrat e tyre për të marrë pjesë në debatin. Zotëritë opozitës, lejoni seancën të vazhdojë në kushte normale për të marrë fjalën deputetët. Dhe pritet seanca. Fjala për zotin Berisha. Dhe pritet seanca. E fillojmë seancën. Në mbështetjet në 64 dhe 65, Ervin Saljani për përdorimin e mjeteve të pa lejushme në parlament ndaj drejtuesit seancës përjashtohet nga seanca parlamentare. Ervin Saljani dhe Flamur Noka edhe njëherë lironi sallën. Shërbimet e kuvendit të komunikojnë deputetëve daljen e tyre në sallë. Dhe pritet seanca. Zoti Berisha fjalën. Urdhëroni. Zotëri, nxjerrë jashtë njeriu që i ka bërë fyrjen publike më të madhe shqiptarve që nga dita e themelimit parlamentit Shqipërisë gjerësot. Nxjerrë jashtë njeriu që meriton nga çdo shqiptar të thirret sot trap dhe vetëm trap. Nxjerrë jashtë njeriu që shtroi Shqipërinë në vendet burgosëve politik në traditën e etërve të tij xhelat. Nxjerrë jashtë njeriu që urren kuk si një lloj siç urrente i ati tij Avzinelen. Nxjerrë jashtë se parlamenti do ta nxjerrë atë me lecka, jashtë e dirama. Dhe sigurisht që dhuna e këtyre deputetëve është kundër hapjes negociatave, është mbrojtje gjyqtarëve të korruptuar, është kundër reformës drejtësisë. Deputeti Balliu për përdorim të sendeve të fortave ndaj kabinetit qeveritar dhe drejtues seancës përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. E paralajmëroj që edhe për atë nëse nuk do të dalë jashtë, do të bëhet objekt i diskutimit për masa më të rënda në mbledhjen e byros. Fjala për Gens Strazimirin.